Policia e Kosovës ka konfirmuar se një granatë dore ka shpërthyer brenda objektit të postës së Kosovës në Zveçan pak pas mesnatës së të martës, teksa thekson se një tjetër e kemi shpërthyer ne në mënyrë të kontrolluar. Zëvendës drejtori i Policisë së Kosovës për Veriun, Veton Elshani, tha se nuk ka persona të lënduar, por se ka të dëme të shumta materiale. Në një postim në Facebook, Policia e Kosovës tha se një ose disa persona të panjohur kanë hedhur granata dore dhe se njësia antiterror është duke punuar intensivisht për të zbuluar autorët e këtij shpërthimi. Për rastin është njoftuar Prokuroria e Shtetit që është udhëzuar ta iniciojë rastin si shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm. Dega e postës së Kosovës në Zveçan u hap në 27 mars, në të njëjtën ditë kur u hap edhe në Zubin Potok, të dyja komuna në veriun e Kosovës, të banuara me shumicë serbe. Më parë në këtë objekt ndodhej dega e postës së Serbisë, që u mbyll në maj të vitit të kaluar. Në fund të vitit të kaluar ishin raportuar disa sulme të ngjashme me granata dore. Në 27 nëntor, autoritetet njoftuan se stacioni policor në Zveçan ishte sulmuar me 2 granata dore. Përveç dëmeve materiale, nuk u raportua asë kohë për të lënduar. Ndërkaq, me 29 nëntor të vitit të kaluar, policia bëri të ditur se u sulmua me një mjet shpërthyes që dyshohet ishte po granatë dore edhe ndërtesa e komunës së Zveçanit. Ndërkohë, Policia e Kosovës bën me dije se shpërthimi në Zveçan po hetohet nga një siti antiterror. Njësitet policore relevante pasi kanë dalë në vend të ngjarjes dhe kanë vërejtur se brenda objektit gjendet edhe një granatë pa shpërthyer, ku në lidhje me këtë njësitet policore paraprakisht kanë bërë sigurimin e vendit të ngjarjes, ndërsa banorët janë evakuuar për një kohë, derisa nga njësia e specializuar për trajtimin e mjeteve eksplozive kanë bërë shpërthimin e granatës në mënyrë të kontrolluar, thuhet në njoftim. Theksohet se njësia antiterror janë duke punuar intensivisht për të zbuluar autorët e këtij shpërthimi. Në lidhje me rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka udhëzuar që rasti të iniciohet si shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm. Policia e Kosovës i dënon ashpër këto veprime të rrezikshme dhe apelon tek qytetarët që të bashkëpunojnë me autoritetet për të ndihmuar në identifikimin e autorëve të këtij shpërthimi. Çdo informacion që mund të ndihmojë hetimet mund të raportohet në numrat e policisë apo përmes linjave të besueshme të raportimit, thuhet më tej në njoftim. Në vitet e fundit në veri të Kosovës janë regjistruar një sër sulmesh të tilla,